Përshëndetje mërgjimtarë, shqiptarë, mirë se erdhët në podcastin tim Zëri i Mallit dhe Sakrificës. Mosafiri i radhës është Nexhat Hoxha. Nexhat është kënaqësia imja që ke gjetë kohë edhe tani jemi së bashku në podcastin tim Zëri i Mallit dhe Sakrificës. Faleminderit Bahtir, faleminderit për ftesën. Është kënaqësia dhe imja të kem një rast të rrëfehem kush jam unë, çfarë kam bërë gjatë jetës ime, sidomos të mërgjimtarit këtu. Faleminderit. Jemi takuar më herët disa herë në për aktivitete shqiptare, kështu e ka gërbeti, dikun disi po takohemi, njihemi gjatë, prandaj edhe kishta kënaqësinë që të jesh edhe ti pjesë e këtij emisioni tim. Besoj që kem ç'a tregojmë për këto vite sa jemi mërgjim. Po. A ke pas rast ndonjëherë me fol për këtë rrugtim përveç familjes? Natyrisht familja na flasim gjithë, jemi mundu me tregu ato, po ndoshta jo publikisht. Ja, kam pas rastin të jap në forma të shkruara, kam pas rastin që janë botuar në libra për jetën time, veprat e mia, prandaj kreti jetë veprimtarinë aktivitetin tim. Në disa raste, të disa show ku është edhe pjesë aktivitetit tim ku është përfshirë. Po jo kështu përmes një interviste të drejtë për drejtë. Vjen mirë që është hera e parë, para se të fillojmë bisedën, nga vjen Nexhat Hoxha. Për ata të cilët nuk na njohin, edhe kryesisht unë i përmendi gjeneratën e re. Ata jo gjithmonë na njohin, kështu që duhet më na njoft. Jo, faleminderit, po unë vi nga jam i lindur në Gjakovë. Prindët gjakovar, i lindur me 13 dhjetor 47-ës në ditën e Shën Luqis, këtu që festohet, dhe po pastaj pas 2-3 vjetë jemi shpërngulur familjarisht në Pej, se baba im ka punuar si qeleshe punues. Atje konkurrencë madhe, kanë shkuar në Pej, kanë vazhduar atje. Mandej unë kam shkuar në shkollë të mesme në Prishtinë, vitin 62-66, shkollën e mesme teknike, si brezi i parë në gjuhën shqipe. Pastaj kam vazhduar studimet pashtu komet në Prishtinë dhe kam vazhduar studimet gjuhën e tërsi frënge. Jam punësuar pastaj drejt për drejt në Elektro Kosovë, sepse nuk kishte shumë punë për profesor të gjuhës frënge në Prishtinë, po duhet më shkon në përfshatrat e larta. Shfrytova rastin, aty pata mundësinë. Shumë mirë, ka pas në atë kohë shumë që ka njohur gjuhën frënge? Ose përkthyes? Po, nuk kishte shumë, them të vërtetën, po unë kam dashur kulturën dhe filozofët dhe shkrimtarët francezë shumë. Edhe kam pas atë prej fëminisë, prej shkollës fillore, sepse kemi mësuar frëngjisht atëherë. Dhe për atë arsye kam pas zgjedhur këtë gjuhë, po nuk më hini shumë punë kur gjeta punë, se punoja si përkthyes simultan dhe përkthyes kështu i akteve normative në ndërmarrjen time Elektro Kosova, ku kam punuar 20 e sa vjet. Dhe erdhi koha që të lësh Kosovën. Si ishte koha para se të migrojë në atë kohë? Erdhi koha, fatkeqësisht, edhe pse pas një periudhe që pat lulëzuar jeta në Kosovë, edhe afirmimi i vetëqenies shqiptare, kulturës shqiptare, disa vite, me rënja 15 vite, prej 66 deri 74, mirë po deri vitin 81, mirë po kur atëherë erdhi në pushtet një klik nacionaliste serbe, filloi për me kishte aspirata për ta shuar autonominë e Kosovës, që kishin fituar me mund, dhe prej atëherë filluan të pas protestave që ne i bëm, filluan ata të bëjnë përpjekje për ta shuar atë autonominë tonë me lloj-lloj masash, kështu derisa ma dikur e bën edhe suprimimin e autonomisë në vitin 89 duket. Kështu që në Kosovë nuk kishte më kurfar perspektive. Unë jo që ishte ndoshta në një
rrezik apo i drejt për drejt konkret mirë, po unë e shikoja perspektiven e për veti jo, po për fëmijët e mi, do të rritën diku në një vend ku kanë mundësi të arsimohen, të aftësohen për jetë, për veti dhe kjo ishte ajo shkaku që vendosa për të. E ke mendu sigurisht edhe ma vonë, ose ndashta edhe qatë kohë para se të dilje, a ishte një detyrim, a ishte një padëshire juaja që ta lësh vendin, apo thjesht ishte vendimi juaj për një jetë më të mirë? Unë zakonisht e them që ne ishim detyruar të largohemi nga vendi. Patjetër. Edhe kjo është e vërteta, mendoj. E vërteta, gjithsesi se nuk ka njeri që i lën të gjitha, i braktis, ama çdo gjë që keti, vendin mas pari, shoqërinë, të afërmit tu, edhe shkon në një vend, një pikpyetje e madhe, nuk din çka të pret atje, duhet prej fillimit me fillu. Jo, nuk e bën njeriu me dëshirë asnjë njeri, po kjo ishte një zgjidhje vetme që mbeti. Tash po them ai detyrime, po detyrim natyrisht kur s'ke zgjidhje tjetër. Po, patjetër. Detyrim. Dhe kjo ishte po. Cili ishte viti i parë që dole? Viti ishte 89. 89. Po saktësisht me 4 qershor të vitit 89 kemi zbritur këtu në Göteborg, dhe këtu jemi vendosur. Shumë herët pas ke dalë. Po, e deshti ishte rasti ashtu që një shok i imi aty që punoja me te, ai kishte lidhje me Suedin, me Göteborgun konkretisht, dhe ai e pa tregullu për veti ardhen këtu edhe më sugjeronte edhe mu, edhe ti në qasë se ti si përkthyesh këtu nuk ke perspektivë, këtu do të shuhet vendi i punës, dhe nga dal më mbushi mendjen e mus edhe të tjerë vetëm filluan të largohen. A ishte, do të thotë, ke ardhur drejt në Suedi? Drejt për drejt. Si ka qenë rrugëthimi në atë kohë? Ende nuk ishte vështirësi, sepse ishte në favorin e Serbisë që ne autobusat ta lëm Kosovën dhe ta braktisim vendin tonë dhe të shpërngulim jashtë, ta zbrazim Kosovën. Kështu që nuk kam pas një pengesë rrugës, po kemi shkuar nga Zagrebi. Ke ardhur në mënyrë të lejushme, me autobus, jo sikurse gjatë viteve 91-92 të cilët u detyruan edhe maleve dhe ujrave me kalue. Jo, ne nuk kemi pas, atëherë ka qenë ende herët. Kështu që kemi ardhur mbarëm prej Prishtinës nga Zagrebi dhe kemi hyrë në Malmö, Macedon, Helsingborg dhe në Göteborg. A të kujtohet kur u përshëndetën Kosovë me njerëzit, sa ishte e vështirë? Ishte shumë e vështirë, sa që nuk e kam besuar se do të jetë atë vështirë. E mendojshim njëherë si të përgatitemi, duhet më shku dhe ata anën tjetër të dhëmjes të mërzisë nuk e pata mendua shumë, po në ato çaste, ato ditë kur duhesh të përshëndetesh me nanën, me të afërmit tjerë, edhe me shok vetëm ata më të afërmit, se nuk doja ta prapja shumë që unë po largohem atje. Pastaj me mësuesit e fëmijëve ishte shumë e vështirë. Atyre ju keq që nxënësat e mirë po i largohen prej klasës. Shumë e vështirë, po ama kishim një qëllim që po bëjmë mirë për të ardhmen e fëmijëve të mi. Ajo ishte që na shtyri që ta marrim këtë rrugë. Sa ishte e vështirë largimi nga prindërit? Ishte shumë e vështirë. Cilat ishin reagimet e tyre në atë kohë këto? Po nanat si nana, din si janë, se baba ka vdek herët. Po nana si nanë, ato gjithmonë thonë, shiko, ty ta kesh mirë. Ne nuk hekim keq, ti vetëm shikoje perspektivën tënde. Dhe unë mund ta marr me mend sa vështirë ka pasur. Pavarësisht që dëshira e saj ka qenë me qenë aty së bashku, sigurisht. Erdhën në Suedi? Po, erdhëm në Suedi. Si ishte fillimi në Suedi? Po, mirë ishte, prapë, të them të vërtetën. A ndjeve i mirëseardhur në atë kohë në Suedi? A ndjeve vetveten se ishte i mirëseardhur në Suedi? Kontaktet e para me suedez? Vërtet e kam ndi vetën si mirëseardhur, sepse unë e kam menduar një version shumë ma tjetër, ndoshta ku më di që do të jetë refugjat, vetë termi refugjat, unë e kam menduar ku do të jemi farllogorësh, po ishte për çrdi, ishte shumë e mirë. Derisa u paraqitëm në polici, pastaj na strehuan në një vend pranimi, lokal pranimi, në një hotel Winter Garden,
dhe shumë mirë na trajtojshin aty, silleshin si njerëz të qytetëruar që ne nuk ishim mësuar atë as. Dhe ne po shmojshim. Dole ma mirë se sa që e mendoj. Shumë më mirë. A kishte shumë shqiptarë në atë kohë që kanë ardhur, zakonisht kanë, unë mendoj që edhe ka qenë natë 92 viti kur pjesa më e madhe kanë dalë. Po jo ka qerët sa ka qenë atë numri parafarsisht ose a ka pas shqiptarë shumë? Edhe pse po mendoj ndoshta. Po, ndoshta nuk ka pas shumë, po atëherë filloi një vaj. Pas atë ne kur erdhëm u vendosëm në hotel që ishte si vendi pranimit të refugjatëve, vendi i parë, aty patëm plot shqiptarë. Kishte refugjatë të tjerë prej vendeve tjera, po më duket se shqiptarët dominojshin aty. A ju dërguan nëpër kampe? E di se edhe kampet kanë qenë pjesë e fillimit kur keni dalë në vendet. Po, pas një kohë, pasi që ata na thrashin në një intervju, pastaj na gjetën një vend në një strehimor, unë kam zakonin të quaj kampet. Dhe atje kemi qenë në Dals Ed, është një strehimore shumë e mirë ka qenë dhe vend i bukur në mes 2 liçeneve, një rryp ashtu shumë vend i bukur, ne shqiptarë ishim atje shumica dhe shumë mirë kemi kaluar. Sa vite u dash me prit derisa e morë qëndrimin? Po, u dash valla diku një 14 muaj më duket. 14 muaj kam prit. A ka qenë vështirë me prit gjatë asaj kohe? Po, pritja është... A ke pas hapësie për me zhvilluar ndonjë aktivitet, apo cila ka qenë, do të thotë, si është ke kaluar atë kohë? Batir mund të them kështu me plot gojë që ajo periudha atje, që ato 14 muaj, ka qenë periudha më aktive ndoshta prej ardhjes time këtu në Suedi. S'ka pas javë, ne të kohën ishin të preokupuar çfarë të bëjmë për Kosovën, për të sensibilizuar opinionin suedez këtu, për ditë pse kemi ardhur ne këtu, pse po vinë çdo ditë me disa autobus vinë, veç në Göteborg, ku ta dish në qytete të tjera, edhe për t'ja bërë me dije se ne nuk po vim këtu turista, nuk po vim me vullnetin ton, po ajo sjellja apartheide e pushtetit gjenocidal të Miloševićit e klikës tij na detyron që me marrë rrugën e mërgimit, që s'ka zgjidhje tjetër. Dhe kemi bërë shumë aktivitete. Kemi bërë protesta, grevaurie, bili unë i kam krejt shënimet. Shumë mirë. Krejt shënimet i kam që kanë shkruar artikujt e gazetave në atë kohë, që për aktivitetin tonë shqiptare. Kemi marrë edhe një koncert për t'i njoftuar ata qytetarit e asaj qyteze, edhe unë kam marrë bashkë një fjalë hyrëse, e kam ende gjallë atë, kemi marrë edhe valle, kemi me diskush me tesha kombëtare, pastaj ushqime tradicionale nga kuzhina jonë, dhe kemi treguar disa kaseta për të parë ata se çfarë përjeton populli në Kosovë. Po më intereson, kam dëgjuar mysafirë që i kam pas zakonisht prej viteve 90-ta e lartë, në atë kohë, a kanë pas informacion shumë suedez për shqiptarët, për Kosovën sidomos? Nuk kanë pas. Unë habitesha, mendojsha, po si jemi në Evropë, si është mundur Evropa mos me e ditë se çfarë gjende, si shkelen të drejtat shqiptarëve në Jugosllavi. Por kisha pas gabim sepse më vonë kam kuptuar që të vërtetën për ne e kanë përhap serbët këtu. Dhe na ka njoft opinioni suedez, na ka njoft përmes të vërtetën që kanë plasu Serbia. To që vështirë ka qenë sa protesta, demonstrata kur diçin në për rrugë, rritshim Miloševićin Hagë, të drejta shqiptarëve, mirë po gradualisht, unë mendoj që edhe është merit e madhe e presidentit Rugova, presidenti historik Rugova, që shkuarja ati biseda me gjitha kancelaritë e Evropës për ta njoftu realitetin, pse shqiptarët vojnë në thundën e Serbisë, që ka arrit të kthej mendjen, t'i bind ata se nuk është Jugosllavia dhe Serbia ajo që është proklamuese. Nga 89-ta
deri në 98-ën 9 vite. Kalum në Suedi derisa filloi lufta në Kosovë. Si ishte fillimi në Suedi, në një gjuhë tjetër, kulturë tjetër, ambient tjetër, andaj edhe klima është ndryshe nga Kosova. Ashtu është. Po, unë si u adaptova, arriti më adaptu, si i pranoj këto, ishën të vështira me i pranu këtë ndryshim. Ndoshta po, se di Batir, unë për veti edhe fëmijët e mi atmosferën ashtu kemi pas në shtëpi, që e kemi ditë ku po vim dhe unë si gjuhtar jam dhënë mas gjuhësh më njëherë. Dhe i kom kry do kurse qysh në strehimor atje. Po. Dhe e dija që duhet të integrohemi. Pa gjuhë nuk ka se si të integrohemi. Çelësi i gjithçka. Edhe fëmijët janë integruar mirë në për shkolla aty, kështu që nuk ka qenë aq e vështirë sa është për një marrimtar. Natyrisht po, e munduar ma lehtë të kaloj. Sa më thellë integrimin mendoj është edhe jeta më e lehtë në mërkim tani mas kësaj përvojë time. Ashtu. Pas të viteve. Pastaj filloi lufta në Kosovë. Çush e ke përjetu luftën në Kosovë nga këto? Shumë. Unë të kisha thonë edhe diçka kisha më thonë që edhe kjo aktivitet gjatë parësi që erdhëm këtu, ka pas jemi përpos me demonstrata, me protesta, me sene tjera, por edhe përmes shoqatave. Kam qenë antar i kryesisë shoqatës Svenska Kosova Hjälpen. Kemi dërguar me qindra kamion në Kosovë me veshmbathje, me pajisje mjekësore, shkollore, e çdo gjë që kemi mujt. Kanë ardhur njerëz, kanë ndihmuar në shoqatën në Göteborg. E kemi pas vishin suedez, se edhe leshin edhe tolla, kemi pas një ark aty, sikur ark postare. Vishin edhe pa e shënu emrin vetë kush po jep, i leshin tolla aty leshin. Qatë shumë kanë pruk, qatë shumë kemi dërgu, veç gjeshim shofer ku po me dërgu atje. Më thonë, kemi qenë aktiv, tonë kohën të sa kemi qenë. Po mandej kur erdhi që më pyete për luftën, me dhemjet madhe. Me i përcjell ato kolonat të bashkombëve që të mi, në përmale të shku pleq, gra, nana me fëmijë, në përbol shi, shumë ka qenë e vështirë, por ka qenë si një të thertë të shumë, thellë në zemër për kur t'i shishim ato sone. Por në një mënyrë disi marristi dhe krenarin Batir, se disi sikur se më thonë një sinjal që kjo është fillimi i fundit të këtij regjimi të thundre serbe 100 vjeçare. Dhe disha që drita për ne po vjen. Ajo do të jetë një fillim i ri, një epokë e re për ne shqiptarët, në një shekull të ri, të mileniumit të ri, e disha që kjo do të jetë periudha e afirmimit të shqiptarëve. Vetëm në periudhë jo e lehtë. Do të thotë fizikisht këtë mendja atje, shpirti atje, situata jo e lehtë. Shumë e vështirë. A është e vështirë nganjëherë me përshkruaj çet situatë, sepse shumë pak tani gjeneratat e reja, unë e kujtoj gjyshen kur në rrëfente për luftën e dytë botërore kishte përjetuar ajo dhe natyrisht nuk është e njëjta sikur me dëgjuar në rrëfim sikur me përjetu vet. A është e vështirë nganjëherë edhe me përshkruaj ndoshta çat ndjenjë, kur gjatë kohës luftës me qenë larg vendit e me pa vendin tonë do të thotë në rrezik. Ashtu është Batir, shiko, një mërgjimtar nuk e di sa e kupton. Njeri pa dalë vetë mërgjim nuk e kupton mërgjimtarin. Absolutisht e vërtet, po. Po, dhe atë si e përjeton mërgjimtarit, qoftë gëzimin, qoftë pikëllimin, e përjeton 10 fish më tepër, sepse bëhemi shumë të ndjeshëm. Shumë interesant. Edhe ato pamje pak, ne veç përpiqeshim të ndëgjojmë lajme ku si po shko puna apo afrohet për të kur NATO do t'i mësoj me aeroplan me bombardu Serbinë dhe tonë kohën rrisim nangë se si dhe kur do të përfundoj kjo punë. Mirë, po shumë ka qenë e vështirë për një mërgjimtar. A mendon që situata në Kosovë, pavarësia erdhe me një kontribut shumë të madh të mërgjimtarëve? A mendon se kanë kontribuar shqiptarët mërgjimtarë shumë për të ardhur deri pavarësia e Kosovës? Unë mendoj që shumë kanë kontribuar. Kontributi i mërgjimtarëve është i madh se gjithandej janë
ne harrum edhe me përmend ndoshta që jo vetëm këtë anën me protesta, po edhe me mjete materiale. Po, kanë qenë ato 3% me lidhja thret, pastaj në vullnetare kanë dërguar njerëz, gjithsesi kushtaj pastaj familjes. Edhe kjo po më interesante, thotë, keni dërguar shumë të holla, qoftë para, gjatë luftës, pastaj nuk e di për pas luftës. Si ka funksionuar? Po secili për familjet veta. Po, patjetër, për familje po. Po, jo bashkë të organizuar kështu për shtet. Në mënyrë shumë të organizuar, unë qish në kur ke themelu kjo vëre, unë kisha dashur të kthejmë edhe pak te derisa ishim, se mos ta harrosh një aktivitet më rëndësi. Ishim në Dalset derisa ishim aty dhe u themelu Lidha Demokratike e Kosovës, që themelu Kosovë me presidentin Ibrahim Rugova dhe një elitë atë dashësit intelektual të mirëfillt, një elitë e tyre. Dhe ne tash këtu në Dalset në qershor, me 7 qershor e themelum Lidhjen Demokratike të Kosovës. Degën për së di. Mirë po pas 2 javësh, me 29 qershor më duket, u bo një thirrje prej Malmës. Dhe në nivelin gjithë suedez e kishin thirrë ata delegatët, po mendoj bashkombësit tanë për të marrë pjesë në themelimin në mbledhjen konstitutive të Lidhjes Demokratike. Dhe shkuam ne prej Dalsetit, edhe pse kishim themelu, shkuam ne atje delegacioni ynë dhe u zgjedh edhe një kryesi për 15 vetësh, unë e majta një fjalim atje për urova këtë themelim dhe u zgjodhëm 2 vetë, Fejs Halili, tani më ndjer, shokimi i dashur. Dhe unë ne u zgjodhëm në kryesi në parë të Lidhjes Demokratike të Kosovës për Suedega për Suedi. Profesori Dr. Mahmet Shatri u zgjodh kryetar dhe kështu. Ne kemi qenë aktiv për asaj. Mandej po. A mendon se tash gjithë ky kontribut, gjithë ky sakrificë që është bë nga mërkimtarët, si ndjesh tani? A mendon se Kosova është tregu minjose për mërkimtarët? Nuk di sa është. Ne ato ndihma që kemi bërë, shtet, po edhe si popull, që po flas përgjithësi. Po, nuk di çka të mbati. Nuk mendoj që janë as shumë minjose, po edhe pse ne kur i kemi bërë atë punë, nuk e kemi bërë me kthem, për të na ditë as shumë apo për të na shpërblyer apo për na kthim mrapa, dua të them edhe për fondin, deshat. Po, patjetër. U themelu fondi, pastaj mbas që u themelu Lidhja Demokratike, pra ato kështeva. U themelu dhe fondi jashtëqyrti i Republikës Kosovës. Dhe për degën në Suedi ishte në Malmö. Mirë po nuk kaloi shumë, e erdhi në Göteborg. Dhe kryesori i fondi, Fejza ishte kryetar, unë sekretar. Të gjitha aktet, shkresat që kanë dalë për unë i kam bërë ato. S'ka pas kusht tjetër. Evidencën e gjitha pagesave që vishin prej qindra strehimoreve, se ishin themelu veç në ndegët, edhe ato në ndegë kishin themelu pastaj edhe komisionet rajonale. E i dërgojshin mjetet listë, çdo muaj ne i shënojshim ato, i bëjshim në listë madhe. Dhe mjetit ja dërgojshin. Dokumentume, i ke sigurisht ato edhe pjesërisht ndoshta i ke edhe publikuar dikon, është e mirë se patjetër që të kemi pas publiku, po. Dhe kështu që i dërgojshim ne, është një fakt i rëndësishëm që duhet përmendet se kur është hap gjallëgaria e këtij fondi këtu në Suedi, ka qenë hapur që vetëm bëhet pranimi deri jam jetëve këtu. Dhe mbartja në Zvicër, Ministrisë së Arsimit, e jo tërheqja, absolutisht jo. E njerëz mendojnë që jo, po keni parë atje, pse s'po vini më në fakt. S'kemi ne parë. Nuk kanë hezituar shqiptarët me dhënë, kanë dhënë shumë. Ja, kanë dhënë. Gjithkusht kanë dhënë. Ka qenë një, atëherë ka mbretëruar ideali për liri. Aja i ka shtyt të gjithë. Gjithë kemi qenë një. Kështu që kemi pas shumë mirë kuptim. Nga do që kemi shku, kemi vizituar në bashkombasit tanë për disa strehimora, ne dhe kemi biseduar me ta, ta kam prit me shumë respekt me nderin. Dhe në fund të saj u shpërblyt të gjithaj mund, gjithaj sakrificë, gjithaj gjak që u derdh, u arrit pavarësia. U arrit pavarësia. Dhe kemi qenë shumë të lumtur, shumë të gëzuar, sot për herë të parë po e kemi thundrën 100 vjeçare, një shekullore të Serbisë dhe po bëhen të pavarur, po realizuan aspiratat e gjithë atyre dëshmorëve, heronjve që kanë dhënë jetën, kanë ndër gjak dhe më në fund po së ndërtohet ajo liri. Kemi qenë tepër të gëzuar. Mas sa viteve kur përfundoi luta shkollën në Kosovë? Me njëherë mas një viti. Vitin
99 do më thonë 2000, po. Si të do ka të? Vetë fakti që him vështirë, nuk kemo policë aty me të kontrolluar, me themi, ishte me shefrim lirisht. Apo kisha me citu një shok timin, kur pa të shkoj, ka shku me njëherë gjatë, me njerë mos janë tërhek forcat serbe, edhe pa më thotë, në pej, në gjatë vinte era djegun, ende, ama era shkatha zvinte. Po pra, ke është e mësi, shumë mirë pas ka thonë. Vitet eken, si është me jetu jashtë vendit me dekada? Unë e vetë jem argjentare, me ndaj, më ndu shumë herë, me ndërë qdo herë. Si është për në gjatin? Të them batir, adesi njeriu po mësot, duhet integrohet njeriu, duhet integrohet. Ishte vështirë më përpara, po prej luftës që këndej, kur atëherë nuk ishte e vështirë për të shkuar në Kosovë, kishe mundësi për shku. Aeroplana fillun të qarkullojnë, të lidhin me vendinjen e kishe të hapur, dhe nuk kishe pengesha, po mendoj madhe, ishte ma e lehtë atë, ta përpërlosh edhe jetën si mërgjimtar. Se fillun të ashtë të ndërtojmë edhe jetën tonë të mohuar atje, gjithkusht të ndërtojnë në një shtëpi, të blejnë në një banesë, këto që kishin punë për të bërë. Ishin vështira, por unë kam punu edhe si mësues. Kam rinë punë si mësues në komunën e Mandalit në vitin 95, dhe 20 vjetë kam punu. Dherë më kam dalë në pension 2015. Janë vite që kanë dhënë shumë, në zonës atë që më kanë dhënë shumë, kam dhënë edhe unë atyre, sa kom mujtë, jam shpërbly për i tyre shumë, se në zonës atë mirë kur s'kom pasë asë letëm. Kështu që unë me arsim, duke arsimuar brezat e ri që vishin, unë kom një kënaqësi të madhe, se kom përgatit mas pari si dikur s'kishte libra. Unë vetë i përgatitësha disa fashikula, me tema çdo javë nga një, për ato javët e vitit, dhe po pastaj më ne fillum të marrim edhe libra prej Bendinës, në dërkon të ministria, mirë po ma shumë blesha dhe është një librari këtu në Göteborg, Kajem Zbuk, një iranian që shkon të blente libra atje, i shqipti ato, përmes komunës. Nëse s'gaboj, kam i qenë në atë librari. Për siguri ke qenë. Kemi qenë para Sovjetëve me Sokol dhe Makën kur punonim bashkë. Çfarë kujton kur je në Kosovë? Fillimet vitet e para në fillim edhe unë nuk ishte e vështirë me pranu që jam dikun jashtë. Çfarë të kujton, si e përjeton kur shkon në Kosovë? Ose në fillimin, ndoshta kur ke shkuar nga vitet e para në Kosovë, ai ndryshimi i madh, kur shkoj në Kosovë, çfarë të kujtonte, çka ke, edhe sot ndoshta diçka që të kujton ose të merr malli më tepër. Në pas çlirimit apo përgjithësi Kosova? Përgjithësi, domethënë tani edhe tani kur shkon. Po Kosova vendi jen, është apo jen, vendi India jon. Atje kemi kujtimet më të mira, më të shtrejta të kemi atje. Çdo shkuarje ne ushqehemi atje, i mbushim bateriat tona atje. Është kënaqësi, edhe pse të them të vërtetën, ka raste kur ndeshemi në, mos them, jo ndeshmërinë e njerëzve. Ne kemi pas të përvojë pak të hidhura, se aty ku hyn paraja, aty më njëherë ka njerëz që nuk janë ndershëm edhe mirë, po kështu me qytetarë, me njerëz nuk kemi pas probleme. Nuk mundem me anashkalu këtë pyetje sepse është prezente sot, edhe po mendoj që është një farë keq kuptimi shumë i madh, një farë harrese mes mërgjimtarëve dhe vendorëve, një farë mosmirënjohje mendoj nga vendorët Kosovë, po flas për mërgjimtarët, dhe jo rrallë në fakt, dëgjoj zëra që mërgjimtarët janë zhgënjur për mosmirënjohjen në Kosovë. E ndjen edhe ti këtë? Unë ndjej, po jo nështë në atë njërë sa, po lexoj që shpo e ndjejnë tjertë. Do të thotë një fakt, është një vërtet që po flitet, po dëgjohet njerëzit, po... Jo që janë njerëzit, si të themi, bukëpërmisht, mosmirënjohës se sen. Normal. Po njerëzit nuk duan ta kuptojnë që
ne kemi marrë gjallë jetën në Kosovë. Me Po, investime tona, para me luftës, tërësisht, gjatë luftës edhe pas gjatë luftës. dhe pas luftës. Ta mërgjimtarë edhe mendoj që e kishte me qenë shumë kishte vështirë. me. Shiko për shembull. Mandej, por posa ti 3% që dam, kam thonë 30% kemi dhënë. Mandej një familje 6 muaj kemi marrë. Pa njoftisur çfarë Po, familje. pra. Kanë shku më se ata te nëna ime atje janë falendëruese. Aty çfarë solidariteti ka qenë. Mandej sa ndihma tjera kemi qenë si zyre për kontaktime me çdo gjë që ju kanë nevojit. Dikush ka vdek me dërgu kufoma, dikush smut me mbledh mjete. Çdo gjë kemi bëni për atë Kosovë, për ata njerëz atje. E po ndëgjoj që lloj analista dalin disa flasin krejt pa lidhje, krejt pa pikë bazet, nëse mërkimtari pse i dhën zemra për Kosovën, pse jep, është në gjendje gjithmonë ka dhënë dhe jep. Se aty kemi vendin tonë, duam ta shohim sa më mirë që në qiell me pa. Mirë po, nuk di, Edhe mund duket se ka nevojë edhe me pas debate me sqaru edhe një herë këtë kuptim që është ka bat. Mërgjimtarët e tonë shqiptar kanë dalë dhënë shumë nga Kosova. Po. Do të thotë ata kanë ardhur gjithmonë me qëllimin me u kthy edhe vazhdojnë me jetuna me u kthy. Prandaj nuk mund t'i thuash që nuk ke të drejtë ndoshta edhe të votosh. Përderisa ti ke qëllimin nëse vetë jo, patjetër që vetë po edhe nipat, mbesat me i kthyen në vendin tonë, pavarësisht a kthehemi as kthehemi, kur je detyruar me larë në vendin tonë edhe shpreson më kthy në vendin tonë prap, është një drejtë e jotja për me marrë pjesë në ato zgjedhje, sepse do me pa shtetin tonë, do me pa qytetin tonë më mirë, edhe sa më shpejt për me mujt më u kthye. Edhe unë befasohem shumë herë kur dëgjoj zërat të cilët thonë nuk kanë të drejtë, pse ata jetojnë atje, nuk vinë në Kosovë, aty nuk kanë drejtë me votu për neve Kosovë, por unë mendoj që patjetër duhet me votu edhe në Kosovë. Duhet atje, duhet këtë drejtë, shiko, kjo ne shqiptarë, sidomos ne shqiptarë, ne jemi popull mërgjimtar. Po, pra. Ata duhet ta dinë që sa shqiptar kanë mërgu. Po gjithë kanë familje, gjithë kanë familje jashtë do të abden. Po nisi nëse i kundër mërgjimtarit, kundër një familjarit tënd, po sigurisht detarit. Ashtu është. Edhe dua të them që kjo nuk është një dukuri që ndoshta zbatohet vetëm tek shqiptarët, se kemi dy shtetësi, kemi pasaporta, edhe kemi të drejtën legjitime e kemi. Po ne sidomos që jemi mërgjimtar me dhunë, që jemi detyrues, kemi dalë me prej dëshirës atë. Ne duhet ta kemi, dhe s'duhet kush ta mohoj, as ta vjen pyetje të drejtën tonë për të ndikuar në zgjedhjet atje. Edhe në mënyrë edhe më njerëzore, më miqësore, më me dashuri, sepse do të tjetër është kur tulesh në studio të bisedon edhe ta sqaron edhe për gjeneratat e reja që mërgjimtarët kanë qenë pjesë të gjitha proceseve, nuk mund të mohojmë të drejtën të votojnë, sepse edhe shpresojmë që ata do të kthehen, edhe ata më thon këto, përveç neve që kemi shpresë për më kthy atje. Edhe me qenë një farë afirmiteti me egzukit liri, unë thëmë shpesh. Na kemi vujt, bre, kemi hek shumë. Po si jo. Tash kemi mundësit si në Suedi, si kur në vendet Evropës, si kur në Kosovë, më kënash ma shumë, me shiu ma shumë, me bo ma shumë, pse të ndohemi, pse të largohemi, fatkeqësisht po ndodh kjo e kundërta, por shpresoj që do të jetë në fund i shpejt i kësaj, sepse nuk shërben as kujt ndarja. Cila është sfida më e madhe që ke përjetuar në gjatë këtyre viteve në Suedi? A ka ndonjë sfidë që ti mendon se gjatë kësaj kohe ka qenë e vështirë për mua për shembull? Nuk di çka të them, njeriu gradualisht nga dalë po integrohet e nuk i vren më ato, unë nuk i vrej pengesat apo diçka, po e di që mbaret, unë edhe kur kam punuar me nxënës, i kam këshilluar që të mësojnë, të bëhen taft, dhe të integrohen, ta shfrytëzojnë këto mundësi, të shfrytëzojnë këto në Suedi që shkollimi është falas dhe shkoni shkolloni, bëhuni taft për vete, mas pari, për familjet e juaj, kontribuni edhe kombit i kontribuni mirë. Kështu që kjo është integrimi, është një çështje shumë me rëndësi që duhet mes. Po besoj që fëmija patjetër që flasën shqip, nipat, mbesat, flasën shqip? Po, flasin shqip. Unë kam një djalë dhe një vajzë, kam pasur edhe një djalë, po fatkeqësisht ato Zoti e mori ma herët, vitin 95, të na ka dhënë një plagë të rëndë të pashuar në zemër. Shpresojmë që është mirë atje ku është. Shpresojmë ngushtime për këtë. Faleminderit. E kam djalin Tritosin,
49 vjeçare tash. Ai është magjistri e shkencave, apo shkencës janë ato i religionit dhe filozofisë, sociologjisë. Ndërkaq vajza ka kryer media dhe komunikim, punon në Stockholm, ka punuar në metro, po tash punon me një firmë tjetër. Mirë ka punë, tosi ka një djalë, ndërkaq që ka 2 djemë, që Qofshin me një gjatë. Si prind ndjesh i plotësuar këtë aspekt me fëmijët e tu, po? Pas këndipa, pas këmbesa, pas... Po, faleminderit, po, pasi që erdhe nipa ti më gëzon shumë. Po, a po shkojnë shpesh në Kosovë, apo shkojnë shpesh? Shkojnë. Ne të dy të moshuarit, bashkëshortja ime dhe unë, ne shkojmë rregullisht. Tash do të shkoj pas një javë, besoj, prap. Ndërkaq që edhe djali edhe vajza, ata kanë dëshirë shumë të shkojnë në Prishtinë. Kemi edhe një banesë në Durrës, të shkojmë me Kavajës, shkojnë me dëshirë atje dhe kalojnë pushimet, pastaj lëvizin nëpër Shqipëri, e pëlqejnë Shqipërinë shumë, edhe dhëndri, edhe nipat e vëzhgër. Shumë mirë, natyrisht po. E ke vrejt, më kam pas rast, më kam pyet edhe Suedest deri vonë, edhe këta çuditën me neve, se na shkojmë shumë në Kosovë, ndërtojmë atje, dërgojmë atje, edhe shpesh kam pas rast, më kam pyet pse. Atë se ka akoma njerëz që nuk e njohin baka shumë dhe situatën dhe përpiqen me tregu çat vërtet që është falen deri tani. Thotë kemi dalë dhënshëm, kemi pas situatën jo të mirë, pastaj luftë, pastaj liria, dhe kështu që na gjithmonë shpresoj më kthy atje. Jemi të lidhur për vendin tonë. Verë, dimër, kur të kemi mundësinë na ikim atje, nuk mundem me këtu pa shku atje, pavarësisht që edhe integrimi këtu gjithmonë do të jetë parasysh që ose më shumë integruar, punua me kontribuar edhe këtu. Ne jemi shqiptar, me gjithë. Zemra na rreh për atje mos parë. Po, shumë interesant. Këtu tash po jetojmë, ne? Edhe këtu duhet ta kemi mirë, sikur ti që je stabilizuar këtu, se edhe këtu mendojmë se këtu po kalojmë shumicën e kohës tonë. Mirë, po natyrisht edhe atje tash, sidomos ne që po jemi më të lirë tash si pensionist, kalojmë kohën më gjatë atje. Shiqo, atëherë e falem edhe këtë, pavarësisht sfidave, e vojtjeve, mallit, tani unë po them jemi me fat për këtë kohë, sepse po jetojmë në 2 vendet. Po. Lëvizjet janë botë lira, të shpeshta, pastaj edhe në aspektin ekonomik, thuaj se i përfundum do punë të cilat i kishim të mëdha, sepse Kosova është rrafshu gjithçka, gjithë kishim nevojë për shtëpia. Tani na ka ardhur koha dhe mundësia me mendu edhe për ne banesë dhe shtëpi në Shqipëri. Të bëjmë edhe pushime më për çefe, mendoj se është edhe fat, atë do të mendojmë edhe këto gjëra të tjera, përveç atyre të tjera. Çka të gëzon më shumë ti në edhe çka të shqetëson përgjithësi për diasporën shqiptare, ose mërgatën shqiptare, sepse nuk është e preferueshme shumë ndoshta edhe si ti thënë me diasporë. Po mendoj unë kisha pas dëshirë, po nuk e di sa është realizuar kjo dëshirë imja këtu, po unë ju kam folë gjithnjë nxënësave të mi që kanë dëshirë që të shkolloheni. Që thash para se këtu i gjeni shkollimi jo vetëm që merrni një profesion të mirë, po edhe intelektualisht ngriteni dhe mund t'i kontribuoni edhe vendit tuaj më shumë, pra edhe shoqërimit me Suedesh me tregu se kush jemi ne shqiptarë. Unë mendoj që nuk në këtë aspekt se di, ky brezhi tash më i ri po më duket që po shkollohen edhe po deri para një kohë nuk kam qenë as shumë i kënaqur, të them vërtetën, po më duket tash po shkon në drejtim të dur. Po dëgjoj jam. Unë besoj edhe unë dëshirën e kemi pas të madhe, sepse kemi vujt shumë, edhe pse jam gjeneratë më e re, pastaj për të shkolluar, për të na rënë shumë gjëra të njëjtën kohë. Edhe nevoja me u shkollu, edhe nevoja me marrë shtëpi, edhe nevoja me dërgu parë në Kosovë, të njëjtën gjë edhe ata. Por po mendoj që ka qenë një fazë tranzicioni, edhe tash është çdo herë më lehtë do të kenë edhe gjeneratat e reja që të studiojnë, edhe të jetojnë jetën shumë më mirë se sa që kanë pas gjeneratat e mëhershme. Në fakt, më brengos që kanë më duket sikur flasin në Kosovë, edhe shumë shoqërisë tonë sikur jemi një popull tjetër, ne jemi shqiptar. Ne nuk mund të flasim cilësinë e një suedez apo një gjermani.
Dhe thotë na kemi vujt, na kemi qenë persekutum, na jemi të vrarë, jemi masakru. Do të thonë nuk është turp me tregu që të vërtet. Sa më shumë që jemi të vërtet që jemi, ne kemi shumë ma lehtë edhe më respektu nga të tjerët, por edhe më integru dikun tjetër, por edhe më vazhdu me përpara. Sigurisht. Se thotë nuk ka, na këtu kemi ardhur për diçka. Suedezët pyet për çka erdhët, ti dosh mi tregu për çka erdhët. Sigurisht. Kështu që sa më shumë që të jemi ata që ishim edhe këta që jemi, aq më lehtë do ta kemi edhe zhvillimin qoftë shoqëri, qoftë shtet përpara. Çfarë do të kishe thonë shqiptarëve që ndoshta e kanë vështirë me kuptu që të rrugtimin tënd në Gyrbet për këto vite? Atëherë se di, po unë kisha me unë lidh pak, nëse më lejon, me tregu pak për gjendjen që po e vrejmë, gjendjen politike, gjendjen reale në Kosovë që po dominoj tash, që situata, si të themi, atmosfera atje, këtë është e kontaminuar, e helmuar. Unë nuk shoh, unë as i thash Vraninit bili sot kur erdhëm, unë nuk i përcjellim këto debatet, se vetëm thu se po pi helm për ty, dhe atë mbohet koka, më dhem koka. Si do bëhet nga këtu kur i përcjellin, po janë shumë tronda. Unë nuk mundem ato, edhe Mili Bashortja ime, edhe ajo po nervozohet, thotë jo, bre nuk du me shku në Kosovë, se po i shohim këto padrejtësi edhe disi haptas po bëhen ato. Nuk merret kërkush në përgjithësi për një fjalë që e thotë, për një akuzë që thotë të pa bazuar, nuk merret kërkush në pyetje. Ajo shumë keq që ti po përhapet një jo të vërtet po përhapet, po merresh përgjithësi. E tash shoqja më thon, po mirë moj zonja ime Neki, thonë ne po shkojmë se Kosova është e jona. Ato çka flitet, çka bëhet atje, kërkush mundet mu maftu vendimin time. Pesha. Mirë po, ato çka po ndodhen atje, të them vërtetën, gjendja politike, kjo zvarritje e moskrimit të qeverisë, inatet, urrëtia, shikoj, nuk ka këtu, nuk e shoh që ka polaritet, për shkak pozit opozit, një debat i shëndosh për të mirën e vend, nuk ka, këtu ka urrëtie dhe derisa me kërcënime, nuk di si kemi mendu kështu. Unë bilin në një intervjistë që i kom thonë, që thash më shkrim, kom thonë, se kemi prit kështu që do të vijë. Krejt kemi mendu që, erdi u shlirum, po ne do të lëzojmë se Zvicra do të bëjnë më 20-25 vite. Po s'kemi mërija të kohë. Mirë po fajnë e kemi vetë. Unë mendoj që fajnë vetë i kemi, se nuk po dim të te i kalojmë do mëri, do ndaj njëri tjetrit, edhe nuk e kuptojmë që duhet t'ja lëshojmë vendin ati që meriton, ai që është i aftë me udhëheq. E jo pse unë kam merita nga lufta. Lutem, leni ato lufta, gjithë kemi dhënë as sa kemi mujt. Kur shkon dikush në luftë, shkon, natyrisht, ato respektoj shumë, shkon me dhënë jetën, aja te e llogarit që po jap jetën. Mirë po, nuk shkojnë në përfitime, po shkojnë se du me përfitu mëse, edhe kam papi time në këta. Nuk shkon ashtu, nuk u dhe i që dhe ndërë. Prandaj kemi ngecë, ko kemi ngecë. Kjo më bringos shumë. Pse po ndodh kjo? Tash, në pas që ty në viteve në Suedi, çfarë na dallon me Suedes? Na dallon që s'kemi kulturë debati. Unë këta po e vrejti. Unë këtu kur i ndëgjoj debatet, ndëgjoj ai kryesuesi, kryetari i kuvendit në Oren, fjalën atje e ndëgjoj, thëmë sa mire. Kur e ndëgjoj pastaj replikën, mori mire paska dhe kjo, po ashtë mënyrë qytetruar flasin këtu. Se do thot përpara shkon ajo e vërteta shkon përpara, nuk ka ti çka tjetër. Te ne nuk ka, ti s'din mos s'ka problem. Me as nuk ka se e duan një të vërtet për me votu pastaj ma vonë një ngjarje, një projekt apo çka do qoftë, po vetëm me mohu, me kundërshtu, me ndërskomca se ajo s'po më pëlqen, ajo po më bringos të vërtet. Si po ndihesh kur po shkon në Kosovë, në çet situatë që shtu pra, apo ndihesh i respektuar, apo ke me këmë u taku? Kam shoqërinë e vjetër. Kam shoqërinë e vjetër që shkollës mesme. Takohemi sa shkoj unë atje. Edhe i lojmë këto, nuk bisedojmë shumë për këto, sepse fatkeqësisht po them edhe në familje ka hy kjo që janë helmu njerëzit. Jo, unë mendoj kështu edhe po grinen në familjen mes vetë. Po më shoqëni ne nuk jemi të skajshëm ashtu. Jemi shumë të gjerë, i kujtojmë ndonjë ngjarje që na lidhin bashkë, më tepër se sa këto tash. Kështu që nuk mundohem edhe nuk i përcjellim, mundohem të mos i shoh ato gjë.
A diçka më brengos edhe diçka atje. Si gjuhëtar që jam më brengos gjuha. Shkelja gjuhës, ndëgjoj qytetarët ka flasin, i ndëgjoj studentët ka vinë prej menze se aty kam banesën afër, një e fol me sikur një rrugaq, më falë që po shprehem ashtu, po jo një shprehje një studenti universitar. Po i ndëgjoj pastaj edhe gazetarë të ndryshëm, moderatorë, tash e kam bërë zakon, e flasim në atë gjuhë, çfarë fletë në shtëpi në rrugë dhe duket ajo, kyll, falë, pa kur fa respektin në gjuhës. Që kjo gjuhë është bakterë që më bën mua shqiptar. As emri në gjatë i huaj është, as feja, kum trashëguesin, kum pyesin prej kaje, kum pyesin cilën e ke gjuhë amtar shqipe. Jam shqiptar. Kjo më bën shqiptar dhe krenohem për këtë gjuhë. A e ndjen ndonjëherë në një moment gjatë këtyre viteve diskriminuar në Suedi? Po, ka raste. Ka raste kur ndihemi, po ka raste në vërtet jo ndaj meje drejt për drejt. Punë kam pa se kam punu si përkthyes shumë. Jam përkthyes autorizuar. Kam pa në polici sjellje e disa inspektorëve dhe policëve denigruese ndaj atyre që i kishin burgosur. Edhe pse ata nuk ishin të akuzuar, po vetëm ishte ngrit dyshimin ndaj tyre, por sjellja jo njerëzore ndaj tyre. Prandaj jo ndërhyrje fizike, po ofendime. E kom një vetën shumë lekë se une nuk pres për këtyre, po jalo vetin është në policë atje, ka nacionalista dhe këndej. A e ndje keq që atë moment pëse je i huj? Jam ndje keq, natyrisht jam ndje keq se si shte dashtë ashtu me ndodhe ajo, po jam ndje keq, natyrisht ajo, preket njeriu, preket shumë. A ke diçka për fund për të thënë, besoj që kemi prek dhe gjona interesante, lirisht mund të thuash diçka qoftë për jetën këto, qoftë edhe për Kosovë, për fund? Kisha dashur vetëm ta shoh se po e vrej, sidomos verës, tash isha ty e lexu verës, e kam lexuar edhe përpara, po një libër të Koçodanajt, tragjikët e Evropës. Dhe aty po e shoh si jemi, ne shqiptarëve na mungon një vazhdimsi, një kontinuitet në historinë tonë. Sa janë ata që kanë pushtetin të mirë, si bin ata, vinë këta tjerë, jo, ata janë të kësi. Me thonë, ata kënë njëherë, Koçodanaj thëmë, ishin adhetar, kur ranë ata hynë këta, ata u bën tradhtar. Tash në historinë tonë kemi thëtë, adhetarë tradhtar dhe tradhtarë adhetar. Qështu po ndodhë me historinë tonë, fatkeqësisht, që të faqë po jemi. E jo më bëjt gjithë bashkë, kush do është pozit, janë gjithë duhet të shkojmë të qenojmë një për ngritin e vendit tonë. Kisha dashur të shoh ditë më të mira për vendin tim. Ti përjetoj sa jam ende gjallë, po unë e di që do të arrim, do të bëhet dikur Shqipëria natyrale e Koçodanajt, do të bëhet dikur, po kisha dashur ta mrij ma shpejt ama. Edhe diçka, rinia që po dalin tani nga Kosova, cila do të ishte përgjegjësia për një marrëdhëntar të ri? Nuk di, më vjen keq që ata në këtë liri po detyrohen të dalin. Më vjen shumë keq për besë. Unë nuk e di vërtet, po ata sigurisht nuk po shohin perspektiven aty. Gjithkush e ka një jetë, do me kriju brenda që saj rinijet vetë sa mundet me kriju diçka. Mirë po ju kisha thonë që shkoni, po diskriminimi bërë më s'keni në vend. Fitoni, po kthehuni prapë në vendin tuaj. Ndërtoni ardhmërinë tuaj në vendin tuaj. Mos harroni nga vendi. Mos harroni. Aty mund ta ndërtoni tash. Ishte kënaqësi, më marru qefe, me thonë drejtën, shumë rrëfim interesant, preks, po njëjtën kohë edhe këshillues, edhe ndihmues për gjeneratat e reja dhe gjeneratat e tjera, sepse ti thosh ka shumë vite larg vendit, do të thotë e ka bë të lehtë jetën vetëm integrimi i mirë. Një mesazh shumë i mirë edhe për të rinj që kudo që të vjen, gërbeti nuk përjetohet lehtë nëse nuk integrohesh. Sa më shumë që të integrohesh është jeta më e lehtë, por njëjtë kohë mos më harro as ngavim. Falenderoj, uroj shëndet të të kesh e jetë gjatë. Shumë faleminderit Bahtire që pata kënaqësi. Vërtet ndiva veten si
një bisedë me një mik Mirë, tjetër. ashtu edhe unë po përpiqem të jem mosafir të bëj mirë shumë. Faleminderit. Turoj sukses këtë ndërmarrjen tënde. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mërgjimtar shqiptar, faleminderit, ishte në gjatë Hoxha deri në misionin e radhës Mirëmbëjtje ku do qeni.